Si do të ma përshkruaje dientën e prashme? Unë veten time e kam parë, nuk e di janë ato guackat e bukura, por s'ka qenë aq e bukur ajo imja, po unë kështu e imagjinoj. Dhe aty brenda ndodhesh, brenda asaj guacke, kur ti je izoluar jashtë çdo gjëje që ndodh. Jashtë asaj guacke përfshi lumturinë, përfshi shëtitjet, përfshi dëshirat, përfshi çdo gjë që ty të bën të lumtur. Dhe momenti i daljes nga kjo guackë për mua është fitore. Nuk e di si kam ndenjur. Dhe ja them dhe vetes time era herës, si është e mundur. Mendoj që ky është momenti që e ndjej veten e përmbushur. Kam marrë përsipër një barr që të gjitha nënat që janë të divorcuara e din. Në qoftë se do t'ju thojë diçka institucioneve të cilat janë përgjegjës për mbështetjen e nënave të vetme. Të gjenden më pranë. Vëre që kur rastet bëhen shumë të dhunshme, kur bëhen publike, atëherë ringjallen institucionet. Tani mos të presin që ne të vritemi të na qajnë. Jo, unë kam nevojë tani, sa jam gjallë, por nëse ndodh diçka e keqe, unë nuk kam më nevojë. Edhe fëmijët e mi patjetër kanë nevojën për nënën e tyre të jenë më të ndjeshëm ndaj këtyre rasteve.